Vajzat e Flamurtarit në basketbol për femra kanë poshtur ekipin e Tiranës për ndeshjen e Ligës Unike të zhvilluar të mërkurën në pasdite në Vlorë. Me avantazhin prej 3 pikësh, kjo ndeshje luftuar në çdo moment në përfundim të saj, fitoria foli për vajzat e ekipit vlonjat. Vajzat vlonjate vazhdon rrugëtimin e mbar drejt Ligës Unike, por edhe titullit kampion. Takimi përfundoi me rezultatin 74-71. Periudha e parë u mbyll me shifrat 21-30, e dyta 23-14, periudha e tretë 20-15 dhe periudha e katërt 10-12. E gjithë ndeshja u vulos në shifrat 74-71. Drejtuesja e klubit Shumë Sportësh Flamurtari Elona Asanaj pas takimit theksoi se Tirana është kundërshtari i përjetshëm i Flamurtarit, por sipas saj nuk ishte një skuadër e cila ishte e fazës së parë, por tashmë që vinte me 4 përforcime. Rruga është e gjatë, thot Asanaj, ndërsa Flamurtari luajti një ndeshje të dobët, por fal mbështetjes së tifozëve, ndeshja u arrit që të fitohet, thot shefja e klubit Shumë Sportësh Flamurtari. Ekipet kanë ndryshuar. Jemi ndeshur sot me të themi armikun, me kundërshtarin ton të përhershëm, të përjetshëm që është Tirana. Nuk ishte sot Tirana që u ndeshëm 4 muajt e kaluar në fazën e parë. Është një Tiranë tjetër me 4 përforcime, me lojtare shumë mira. Kemi bërë dhe në ndryshimet tona, vajzat nuk janë bërë bashkë akoma sepse dje kanë ardhur. E kemi shumë të gjatë rrugën akoma. Kemi bërë një ndeshje të dobët. Falë mbështetjes së tifozave, falë grindës që treguan 2 pjesët e dyta, arritën ta suportonin dhe arritën ta fitonin. Nuk ishte në ndeshjet më të mira të Flamurtarit, ishte një ndeshje dobët, pavarësisht rezultatit. Të premten, Flamurtari do të pres në shtëpi ekipin e Prishtinës për Ligën Unike, ndërsa drejtuesja e klubit Shumë Sportësh Flamurtari Elona Asanaj fton tifozët për të mbështetur skuadrën. Ndeshja me Prishtinën do të luhet në orën 17, ndërsa të dielën rikthehet kampionati, ku Flamurtari do të pres në shtëpi Studentin. Kemi një ndeshje të prambetur nga faza e kaluar, që është ndeshja me Prishtinën. Këtë javë kemi 3 ndeshjen që mbyllëm sot, të premten me Prishtinën dhe të dielën kemi kampionatin ton kombëtar me Studentin. Kemi një ndeshje shumë të vështirë të premten në orën 5 me Prishtinën. I ftoj të gjithë sportdarësit vlonjat, të gjithë të vinë të mbështesin ekipin e Flamurtarit. Flamurtari në basketbol për femra vazhdon rrugëtimin pozitiv, si në Ligën Unike, ashtu edhe në kampionat.